Ushtari Amerikan Gannon Ken Van Dyke, 38 vjeç, u paraqit në gjykatë në New York të martën, ku mohoi akuzat për mashtrim financiar dhe përdorim të paligjshëm të informacionit shtetëror. Sipas prokurorëve federal, Van Dyke, pjesëtar i forcave speciale të ushtrisë së SBA-s, dyshohet se ka përdorur të dhëna sekrete nga një operacion ushtarak për të vendosur bastet në platformën Polymarket. Autoritetet thonë se ai ka vënë rreth $33,000 në baste midis dhjetorit 2025 dhe janarit 2026, duke parashikuar me saktësi ndërhyrjen amerikane dhe rrëzimin e Maduros, çka i solli fitime prej rreth $400,000. Prokuroria e akuzon atë për përdorim të informacionit të klasifikuar për përfitim personal, mashtrim financiar, si dhe transaksione të paligjshme monetare. Avokati i tij, Mark Geragos, deklaroi pas seancës se klienti i tij është i pafajshëm dhe e cilësoi rastin si një keq interpretim të veprimeve të tij. Ushtari është liruar me garanci prej $250,000 dhe do të paraqitet sërish në gjykatë më 8 qershor. Rasti ka tërhequr vëmendje të madhe nga SBA, pasi konsiderohet një nga rastet e para të përdorimit të informacionit ushtarak në tregje parashikuese për përfitim financiar.